Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shumë prej njerëzve pyesin, cili është adhurimi më i madh cilin mund ta bën njeriu ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe në këtë trajtim të këtyre adhurimeve dhe përgjigjeve të cilat i japin njerëzit, se çka mund t'japim ne ndaj Zotit ton xhelle xhelaluhu, shpesh dëgjojmë përgjigje të cilat nuk janë përputhshmëri me atë të cilin e dëshiron Allahu xhelle wala nga ne. Kuptohet gjëja e parë e cila na tregon neve vlerën e një adhurimi tek Allahu xhallahu ala, duhet merret parasysh se çfarë na ka treguar Allahu për këtë gjë. Andaj neve Allahu xhallahu ala në një hadith madhështor, të cilin na e transmeton i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam nga Zoti i tij, thot ka thënë Allahu xhallahu ala: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi." Dhe nuk më është afruar mua robi me diçka më të dashur tek unë se ajo të cilën unë ja kam obliguar. Andaj gjëja e parë dhe më e madhja dhe më e dashura tek Allahu xhallahu ala është ajo të cilën Allahu neve na e ka obliguar. Dhe për këtyre gjërave ka disa gjëra të cilat janë teje të dashura tek Allahu. Mirë po, në këto gjëra të dashura tek Allahu dhe në këto forma të bindjes së robit ndaj Zotit të tij xhallahu ala, gjejmë gjëra të cilat janë në palca e raportit dhe lidhjes së njeriu me Allahun. Dhe një prej këtyre gjërave, padyshim që është lutja ose duaja. Andaj thoshte pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam: "Ad-du'a'u mukhul ibade." Duaja është palca e ibadetit. Duaja është palca e adhurimit dhe bindjes së robit ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Në hadith tjetër thoshte i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam: "Ad-du'a'u huwa al-ibade." Mu duaja është ibadet. Duaja është ibadeti të cilin e bën njeriu ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe ajo çka është më interesante, është se ne shpesh tregojmë që gjëja më e dashur tek Allahu është gjëja cilat Allahu neve na i ka obliguar. Dhe padyshim që e para dhe me cilën njeriu bëhet musliman dhe gjëja e parë me cilën njeriu tregon për kushtimin e tij ndaj Zotit dhe tregon kthimin e tij ndaj Allahut xhelle xhelaluhu është shahadeti. Nëse njeriu nuk ka qenë musliman dhe është thot shahadetin, ky njeriu është kthyer Allahut, po çfarë të bën pas shahadetit? Kuptohet e bën namazin. Është ky ritual, është ky ibadet të cilin ne e bëjmë dhe i cili, domethënë, përbëhet nga disa lëvizje dhe nga disa recitimin ta. Fillon me tekbirin fillestar dhe mbaron me selamin. Mirë po, namazi në gjuhën arabe quhet as-salatu. Dhe as-salatu, fjala as-salatu, kuptimin gjuhësor e ka lutje. Andaj i gjithë ky adhurim, i cili është adhurimi më i dashur, pa dyshim tek Allahu xhallahu ala, është të quajtur me emrin e këtij adhurimi tjetër për të cilin ne jemi duke folur sot. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe tha Zoti juaj, thotë Allahu në Kur'an, dhe tha Zoti juaj: "Ud'uni astajib lakum." Mua më lutni që unë juve t'ju përgjigjem. Andaj është thirrje prej Allahut për krijesat e tija, që ne ta lutim Allahun, ç'është rezultati? Astajib lakum. Unë do t'ju përgjigjem kërkesave dhe lutjeve tua. Andaj besimtari, kur qëndron përpara Zotit të tij, e din që Allahu xhallahu ala dëgjon. E din që Allahu e din gjendjen e tij. E din që Allahu është i mëshirshëm xhallahu ala. E din që Allahu te baraka ve taala gjithçka është në mbikëqyrjen e tij. E din që Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili rregullon çështjet e robërve të tij. Andaj thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tha Zoti juaj: "Mua më luteni. Mua më luteni astajib lakum." Unë thot Allahu juve do t'ju përgjigjem. Dhe kur një rob i cili pretendon se e don Allahu xhallahu ala e dëgjon këtë thirrje të Allahut, kupton që Allahu pret që ne ta lutim Allahun xhelle xhelaluhu. Ki ajet në librin e Allahut na shtyn të mendojmë, po ç'është kjo punë e duas? Pse ka kaq pozitën e lartë tek Allahu xhelle xhelaluhu? Kur kanë fol dietar për këtë gjë, kanë treguar që esenca e lidhjes dhe raportit të njeriut ose të robit me Allahun është kjo lutje. Dhe çdo gjë ndërtohet mbi të. Namazi ynë ndërtohet mbi këtë lutje. Agjerimi ynë ndërtohet mbi këtë lutje. Zekati ynë ndërtohet mbi këtë lutje. Gjithçka lidhet me lidhshmërinë dhe me raportin ton me Allahun xhallahu ala, përmes kësaj të cilën ne e quajmë ad-du'a'u, lutja të cilën ne i drejtojmë Allahu xhallahu ala. Për këtë shkak, kur kthehemi tek të parët ton, në krye me pejgambert e Allahut, gjejmë se
sekreti i lidhjes së fortë të tyre me Allahun, përpos bindjes së tyre në Allahun dhe mbështetjes së tyre në Allahun xhallahu ala, ishte lutje e vazhdueshme e tyre ndaj Allahu xhalla xhelaluhu, dhe jo vetëm në gjendje të zorrit, jo vetëm në gjendje të vështirësisë, për shkak se lutja në gjendje të vështirësisë duhet të jetë vetëm si pasim i lutjes dhe vazhdim i lutjes së tyre në gjendje të rehatisë. Andaj i thoshte pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, i thoshte Abdullah ibn Mas'udi dhe sahabe, Abdullah ibn Abbasi dhe sahabeve të tjerë, ta'arraf ala Allahi fi rrakhai ya'rifka fi shiddati, dije njihe Allahun në rahatlëk, që Allahu të njeh dhe të din kur je në vështirësi. Jo se Allahu nuk e din gjendjen e atij i cili nuk e ka njoftë Allahun kur ka qenë në rahatlëk. Jo, po është lloj i veçantë i njohjes. Ta'arraf ala Allahi fi rrakha, njihe Allahun tënd gjatë rahatlëkut, do me thonë njihe me veprim dhe me bindje ndaj Allahu xhallahu ala. Ky njoftim i yti me Allahun të reflekton në përditshmërinë dhe në praktikën tënde. Andaj Allahu do të njeh, do me thonë Allahu do ta di gjendjen në situata të vështirësisë, për shkak se ti e ke njohur Allahun gjatë rahatlëkut. Do me thonë Allahu do të kujdeset për ty në këtë situatë të vështirësisë, sikurse ti kujdeseshe për ligjet dhe zbatimin e ligjeve të Allahu xhallahu ala në gjendje të rahatisë. Dhe kjo lidhshmëri e veçantë duket në raportin e pejgamberëve me Allahun xhallahu ala. Për këtë shkak Allahu na tregon për Yunusin alayhis salam, Allahu na tregon për Musain alayhis salam, Allahu na tregon për pejgamberin i cili është i njohur me provat e tij, për Ejubin alayhis salam, idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dhe kur thot Allahu tregon për gjendjen e Ejubit alayhis salam, dhe na tregon se si ju drejtua Zotit të tij. Thot Allahu xhallahu ala, kur Ejubi alayhis salam idh nada rabbahu, e thiri Zotin e tij dhe e luti atë, anni massani ad-durr, o Allah mua më ka kapluar një dëm, mua më ka rënë një dëm. Mirë, po kur ka thënë o Allah mua jam sprovuar me një dëm, mua më ka rënë një dëm, ka thënë messeni. Wal messu në gjuhën arabe është mua më ka prek një e keqe. Nuk ka thënë mua më shkatërroi një e keqe, është fundi im. Jo, mua më ka prek një e keqe, edhe pse është transmetuar në jetën e Ejubit alayhis salam që ishte i sprovuar për 18 vite me radh me lloj-lloj sprovash. Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. O Allah, mua më ka prek kjo e keqe, ndërsa ti je më i mëshirshëm i të mëshirshmëve. Jalla jalaluhu. Fastajabna lahu. Allahu thot dhe ne ju përgjigjëm. Andaj çdo një besimtar, të cilin e ka kap ndonjë e keqe, dhe i cili është sprovuar me gajle, me sprova, me ngushtësi gjoksit, me çfarë do lloj sprove, dikush është sprovuar me rehati dhe dikush tjetër me vështirësi, po të gjitha janë sprova, të gjitha janë durr për besimtarin. Wa anta arhamur rahimin. Allahu tregon se kur ju drejtua Ajubi alayhis salam i tha, ti je më i mëshirshëm o Allah. Fastajabna lahu, Allahu tregon dhe thot, dhe ne ju përgjigjëm atij. Do me thonë ju përgjigjëm Ejubit alayhis salam. Pse? Për shkak të mënyrës së lutjes së këtij pejgamberi ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Fastajabna lahu, ne ju përgjigjëm atij. Çdo një besimtar kur e kupton dhe e dëgjon kët, duhet që të merr shembull te ky pejgamber pas gjithë atyre sprovave. Nuk thau Allahu shkatrov, jo asesi. Fa anta arhamur rahim. Ti je më i mëshirshëm. Dhe besimtari duhet merr mësim për njerëzve të cilët kanë kaluar. Ne, të cilët e duam Allahun, e besojmë Allahun, jemi të bindur në premtimin e Allahut, i mbështetemi Allahut që të na jep gjëra të cilat ju lipim dhe të na ruan nga gjërat prej së cilave frikohemi. Ne i mbështetemi Allahut ton xhella xhelaluhu. Dhe kështu duhet jetë robi, në përditshmërinë e tij në çdo ditë të jetës së tij. Po kjo duhet të fillon të ndryshon në aspekt pozitiv gjatë ditëve të Ramazanit. Andaj Ramazani është 30 ditë si me qenë një lloj shkolle dhe një lloj medreseje për një njeri i cili e përjeton atë. Janë 30 ditë, përmes së cilave besimtari duhet ta mëson veten e tij që në vazhdimsi të jeton me Allahun xhella xhelaluhu, në vazhdimsi të jeton me dinin e Allahut xhella xhelaluhu. Andaj Allahu te baraka o teala na ka
dhënë neve në librin e tij disa ajete, të cilat dietarët i kanë emërtuar si ajetet e agjërimit. Dhe këto janë disa ajete në surën më të gjatë të Kur'anit, që emrin e ka surja Al-Baqara. Në surën Al-Baqara Allahu xhalla xjalaluhu ka përmend një 5-6 ajete të cilat flasin për agjërimin, qoftë në aspekt të obligueshmërisë agjërimit për ne, qoftë në aspekt të lidhshmërisë së robit me Allahun gjatë ditëve të agjërimit, por ka një ajet tepër interesant, sidomos ky ajeti ka ardhur mes dy ajeteve që flasin për dispozitat e agjërimit, domethënë kjo gjë duhet praktikuar dhe kjo tjetra nuk duhet praktikuar. Pse ky ajet është mes këtyre dy ajeteve, ose pse ky ajet është mes të gjithë këtyre ajeteve që flasin për agjërimin? Ky ajet në të thot Allahu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, thot Allahu. Dhe kur të pyesin ti o Muhammed robët e mi, wa idha sa'alaka ibadi anni, o Muhammed kur të pyesin robët e mi për mua, fa inni qarib, thuaj, madje Allahu nuk e thot foljen thuaj, un jam afër. Fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Un jam afër, i përgjigjem thirrjes ose lutjes atij i cili më lutet. Andaj Allahu xhalla wa ala e ka fut këtë ajet në mesin e ajeteve të agjërimit për të kuptuar lidhshmërinë e duas me ditët e Ramazanit, lidhshmërinë e duas me gjendjen e agjëruesit, dhe se prej adhurimeve më të mëdha që mund t'i bën një agjërues është lutja e vazhdueshme e tij për Allahun xhalla xjalaluhu. Unë edhe ti, a nuk kemi për çka të lutemi Allahu te barekuta. Unë edhe ti, a nuk kemi gajle për t'ja treguar Allahu xhalla wala. Unë edhe ti, a nuk kemi shpresa të cilat duhet t'ja tregojmë Allahu xhalla wala. Unë edhe ti, a nuk kemi vizion për këtë jetë. Unë edhe ti, a nuk kemi çka nuk kemi. Këto gjëra ja tregojmë Allahu te barekuta. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. E pyetën një prej dietarëve, sa është Allahu larg nesh? U përgjigj dhe tha, një lutje e sinqert nga një zemër e sinqert, kaq është larg nesh. Jalla jalaluhu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allahu thot, dhe kur të pyesin robët e mi për mua, un jam afër. Allahu është afër me diturinë e tij. Allahu është afër me njohjen e tij të gjendjes tonë. Allahu është afër me mëshirën e tij për ne. Allahu është afër me kujdesin e tij për ne xhalla xjalaluhu. Fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. I përgjigjem thot lutjes së atij i cili më lutet. Kusht që të lutesh. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Thot Allahu, mua le të më përgjigjen, do me thonë mua le të më binden, sepse kjo është kushti i pranimit të lutjes së robit tek Allahu xhallahu ala. Është që ti bindesh Allahut në përditshmërinë tënde. Jo vetëm kur jemi në zor, jo vetëm kur na kanë mbuluar dertet dhe gajlet dhe borxhet. Jo. Njihe Allahun rahatllëk. Njihe Allahun çdo gjendje. Nuk jemi prej adhuruesve sezonal, të cilët e adhurojnë Allahun në gjendje vështirësie dhe harrojnë atë në gjendje rahatie. Jo, jemi prej atyre të cilët e duan Allahun vazhdimsi, në rehati edhe në vështirësi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Thot Allahu, mua le të më përgjigjen dhe mua le të më besojnë. Pse? Ndoshta do të bëhen prej atyre të cilët janë të udhëzuar. Do të udhëzohen drejt lutjes ndaj Allahut xhalla xjalaluhu. Mirë, po kjo lutje duhet shfrytzuar mund këto ditë. Në këtë Ramazan, ti i cili je i agjërueshëm, ti i cili je i agjërueshëm, ke gajlet tua, ke brengat tua, ke problemet tua, dije se Allahu xhalla xjalaluhu është afër me diturinë e tij, me dëgjimin e tij, me shikimin e tij xhalla xjalaluhu. Dije se Allahu xhalla xjalaluhu don që ne ta lusim, madje siç ka në hadithin është transmetuar në hadithin e dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam, që Allahu hidhrohet nga robi i tij kur ai nuk e lut Allahun. Dhe hadithin e ka shënuar Imam Tirmidhiu. Allahu hidhrohet nëse robi i tij nuk e lut Allahun xhalla xjalaluhu. Mos u bën prej atyre me të cilët është hidhruar Allahu xhallahu ala. Allahu don që ne ta tregojmë nevojën tonë për të. Allahu don që ne ta tregojmë zortin tonë për Allahun. Allahu don që ne të ndajmë Allahun qejfet dhe brengat tona. Allahu don që ne të jemi në lidhje të vazhdueshme me Allahun tonë xhalla xjalaluhu. Po si është gjendja dhe si duhet të jetë gjendja e njeriu i cili do ta lutë Allahun xhallahu ala? Padyshim se gjëja e parë
me cilën fillon njeriu është sinqeriteti i tij gjatë lutjes dhe përkushtimi i plotësishëm i lutjes për Allahun. As përqindja më e vogël e duas nuk duhet që tjetë për dikë tjetër veç Allahu xhallahu ala. Çdo një lutje, edhe më e vogla, i drejtohet vetëm Allahu xhalla xhelaluhu. Ajo që është në dorën e Allahut, mbetet tek Allahu xhallahu ala. Andaj drejtoju Allahut. Fa idha sa'alta fas'alillaha, dhe kur të lypësh, lyp prej Allahu xhallahu ala. Përpara se të trokasëm derën e dikujt, të trokasim derën e Allahu xhallahu ala. Përpara se të lypim mëshirën e dikujt, të lypim mëshirën e Allahu xhallahu ala. Përpara se të presim kujdesin e dikujt, të presim kujdesin prej Allahut xhallahu ala. E dyta është që kur të bëjmë dua dhe lutje, të çojmë duart tona. Për shkak se transmetohet nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam që gjatë lutjeve të tija, sidomos në gjendje të vështirësive, i çonte duart e tija, qoftë kur bante lutje për shi, qoftë kur bante lutje në betejë, qoftë kur bante lutje tjera, i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam i çonte duart e tija dhe thoshte se Allahu xhallahu ala turprohet që t'i kthen duart e robit prapa bosh. Allahu nuk i kthen duart e robërve të tij bosh. Andaj çoj duart tua dhe lutë Zotin tënd me përkushtim dhe sinqeritet dhe dashuri dhe mbështetje dhe me bindje se ajo për cilën je duke lutë Allahu do të përgjigjet. Po dikush mund të thotë, unë lutem dhe Allahu xhallahu ala nuk më është përgjigjur. Themi që lutja e besimtarit është mes 3 opsioneve. E para, ose Allahu të përgjigjet, e dyta, ose Allahu e din që lutja të cilën je duke e bërë nuk është e mirë për ty dhe të ruan nga një e keqe, ose e treta, Allahu ruan dhe ka garantuar shpërblimin e kësaj lutjeje për ty në ditën e gjykimit. Sidoqoftë, atë të cilën ne e përfitojmë nga lutja është në dobin ton. Mirë po në varën cilën do të na jep Allahu. Do të na jep të parën, do të na jep dytën, do të na jep tretën, të gjitha janë në dobin ton. Asnjëra nuk është në dëmin ton. Dhe ne kë e lusim atë i cili ka diturinë absolute, atë i cili e din çfarë ka ndodhur, çfarë do të ndodh, atë çka ndodh, dhe atë e cila ka ndodhur në të kaluarën, ose atë e cila nuk ka ndodhur dhe po të ndodhte si do të ndodhte. Ky është ai i cili ka diturinë absolute. Mbështetu tek ai në lutjet tua. Andaj thoshte i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, secilit i pranohet lutja në një prej këtyre 3 opsioneve të cilat i përmendëm. Secilit prej jush i pranohet lutja përderisa nuk ngutet. Po çfarë do të thonë nuk ngutet? Përderisa nuk i çon duart nga lutja e tij dhe thot un u luta dhe Allahu xhalla xhelaluhu nuk mu përgjigj mua. Andaj besimtari nuk ngutet në lutjen e tij. Insiston, dhe kjo është pika tjetër, që njeriu të jetë insistues në atë që e lyp. Çfarë do të thonë të insistosh? Të thuash, o Allah, falem, o Allah, jepëm, o Allah, ruam nga kjo, o Allah, më jep këtë, o Allah, më jep atë, jo të thuash, o Allah, falem nëse dëshiron ti, o Allah, më jep nëse dëshiron ti, jo. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dëgjoi një ditë prej ditëve një njeri i cili thoshte, o Allah, falem nëse dëshiron që të më falësh, o Allah, më shiron nëse dëshiron që të më mëshirosh. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha, jo, po thuaj, o Allah, falem dhe o Allah, më shiron. Andaj duhet të jesh insistues në atë që e lyp prej Allahut xhella xhelaluhu, gjithmonë të insistosh në mënyrën se si e bën lutjen tënde dhe në mënyrën se sa je duke e bërë këtë lutjen tënde. Andaj një njeri ka hall të madh, ka gajle të madhe, po të lutë Allahun. Kur e lutë sot, ose kur e lutë para një 2 muajve, po mira e përsërit e lutjen tënde, jo. Kjo nuk është insistim nga ana e robit. Kjo është se robit do me thonë që të bëj dua mirë, po e bën dua si don ai vet. Jo, bëje dua si don Allahu yt. Allahu jon xhella xhelaluhu kënaqet dhe gëzohet kur ne i kthehemi, për mirë apo për keq. I drejtohemi atij. Andaj për dallim nga krijesat të cilat shqetësohen kur lypim prej tyre diçka, krijuesi xhella wala gëzohet kur ne lypim dhe kërkojmë diçka prej tij. Andaj çështje tjetër dhe pikë tjetër është që kur ta lutim Allahun xhella wala, ta madhrojmë Allahun për para se të lypim diçka. Madhroja Allahun dhe të regoj se Allahu është i vetmi i denj për të adhuruar. Të regoj Allahun xhellu ala se ti e rob i Allahun dhe se ai është i pasur, i më i lëvdishëm, i xhella xhelaluhu. Andaj madhroje dhe falenderoje Zotin tënd për para kërkesës tënde. Dhe në rast se lutja është
për falje dhe kërkim të falje së një mëkati, tregoje për ulësinë tënde dhe tregoju si rob i cili e pranon këtë mëkat. Dhe thuaj inni kuntu minadh dhalimin. O Allah, unë isha prej të padrejtëve, i bana padrejtësi vetes time. Andaj falem mua. Fa in lam taghfir li wa tarhamni la akunanna min al-khasirin. Nëse o Allah ti nuk më fal mua, nëse ti o Allah nuk më mëshiron mua, unë do të jem prej të humburve. Andaj tregoje realitetin e gjendjes tënde. Ky jam unë, rob i dobët i Allahut, i cili është kthyer Zotit Gjelle Gjelaluhu, i cili është kthyer krijuesit të gjithësisë, krijuesit të njerëzve dhe gjinëve, dhe i cili i thot Zotit të tij Subhanak, qofshi i lartësuar, inni kuntu minadh dhalimin. Unë me të vërtet isha prej të padrejtëve. Andaj shpresojmë se përmes kësaj Allahu Gjelle Gjelaluhu do t'ja pranon lutjen. Dhe e fundit, të cilën duhet ta shfrytëzojmë për gjatë këtij Ramazani. Na ka treguar i dërguari Allahu te alayhi salatu wasalam se një prej shkaqeve e cila ndoshta e bën duan më të pranuar tek Allahu është gjendja e agjerimit. O ti i cili agjeron dhe je i agjerueshëm, shfrytëzoje ditën për të bërë lutje ndaj Allahut. Dhe shfrytëzoje natën, sepse netët e Ramazanit janë të veçanta për të bërë lutje ndaj Allahut. Po ditën bësh lutje duke i treguar Zotit tënd, o Allahun lash gjithçka për hir tëndin. O Allahun lash ushqimin, të cilin deri dje pata të lejuar për hir tëndin. O Allah, unë nga dhënjeva ndaj vetes time dhe luftoj veten time që të jenë në këtë gjendje të lut ty o Zot. Në këtë gjendje, në gjendje të lodhjes dhe gjendje të raskapitur, të lut ty o Allah që të mfalësh, të më mëshirosh, të më japësh diçka nga kjo dynja ose të më ruash nga diçka e cila potencialisht ka mundësi që të më dëmton. Andaj shfrytëzoj ditët dhe netët e këtij muaji që të lutesh përpara Allahut Gjelle Gjelaluhu. Lusë Allahun Gjelle Wala që Allahut na vendison. Lusë Allahun Gjelle Wala që Allahut na bën prej robërve të dashur të tij. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.